Mirë, do të shkojmë me një lajm të minutave të fundit në Gjirokastër, aty ku është kryeministri i vendit Edi Rama, në një inspektim në spitalin rajonal që falë i konstruksionit do të ketë në fakt të gjitha specialitetet si urgjencë, kirurgjin, pediatrin, infektimin, radiologjin, patologjit në shërbim të 60.000 banorëve të qarkut Gjirokastër. Kemi shërbimin e urgjencës. Si jeni, punë mbarë? Parashikimi për të përfunduar punimet është 24 muaj, se si që thash kryeministri ka specifike që ne duhet të garantojmë paralelisht edhe ofrimin e shërbimit. Ju ku kemi filluar punë? Ndërsa unë kam 6 muaj, sepse jam herë doktoria në spital, vim të jatë kontributin si një anesteziste reanimatore. Në Bursali? Jo, unë jam me kontratën e Ministrisë Janë specializantë. Të më dhije specializantë? Po, kam marruar ciklin 4 vjeçar. Nga je? Gjirokastrite. A je Gjirokastrite? Po në rregull paskarën, sepse tu Në rregull. Ku doja për kontribon, ku doja? Njek, po të mos njeket, të cilat janë të mbaruar specializimin dhe kanë në Gjirokastër. Kanë mbuluar një gram praktikisht nuk e kishim monitare. Po kjo është gjë shumë e mirë se kjo siguron edhe qëndrueshmërinë e mjekëve në strukturat spitalore rajonale. Super. Ajo është faza e dytë, do vazhdojmë aty dhe pastaj me mbylljen me fazën e tretë që përfundon e gjithë godina. Që në godin që ka një karakteristorik për një kujdes me të ngjyrat. Që ruajmë Shkojmë të ngjyrash, përderisa do e ktheni komplet aty ku ka qenë si arkitekturë, do të ruaj kjo mirë është kjo gria me të bardhat. Ngjyrat e qytetit. Bëni kujdes me ngjyrat me gjithë godin tonë ngjyrave janë. Dhe me thënë gria, bardha dhe ajo e 2-3 lloj të bardhash me grin janë mjaft. Nuk ka nevojë për për të kuqe. se është, s'ka nevojë për kuqe, për bojqelli, është godin historike kështu jo. Kjo është me sistem kapot? Po, sistem kapot. Ka dhe eficiencën energjetike. Është termoizoluar, kjo është pjesë që ka mbaruar dhe lyri. Kjo është shumë mirë. Si tonalitet ngjyrash. Kjo është ngjyra përfundimtare që ka objekt, si fasadë. Po, do të fundojnë të sistemet e kodin e qytetit. Asi Gjirokastra ka një kod të miratuar për ngjyrat. Aty rrini, aty, shumë mirë. Punë të mbarë, faleminderit. Faleminderit.